dhe zotri, mirë se keni ardhur në show-un më të madh, më të papar, më të që ka parë ndonjëherë historia. Kush do të bëhet miliarder me manen? Me fjalë me mua, siç më shikoni sot jam pa bukuroshe dhe mia, të cilat të ndodhen në Dubai për disa takime pune dhe për disa çështje shumë serioze. Megjithatë, le të kalojmë pa humbur kohë tek show jon kush do të bëhet miliarder me manen. Gjeni një përgjigje të saktë dhe bëni fitues i 2.000 milion eurove. Pa humbur kohë do t'ju them pyetjen që na ndihmon edhe regjia, domethënë me letrën këtu, me letrën që na ka sjellë regjia, ta lexojmë pa humbur kohë. Kush do të bëhet miliarder me manen dhe pyetja e përgjigjes për sot është: çfarë ka ngelur akoma pa u vjedhur në Shqipëri? Gjeni dhe fitoni 2.000 milion euro vetëm me manen, vetëm me mua. Pra dashur miq, ju presim telefonatat tuaja në numrin e afishuar në fund të ekranit ose në fillim të ekranit ose në mes të ekranit. Presim telefonat e parë. Alo, mirëmbrëma. Alo. Mirëmbrëma. O manush lepurush, mjep jackpotin t'jap sa dush të apo jo? Gjej pyetjen i dashur, gjej pyetjen e përgjigjes dhe jackpoti është i tëndi. Po s'pat laf por zotri, jam doktori unë o budalla. Po inxhinier, si e keni emrin? Jam Sala. Po Sabri, inxhinier Sabriu, gjeni përgjigjen e pyetjes dhe jackpoti është i joti, siç ka thënë edhe populli. Kur mund t'i tërhiq? Po prit të gjej një herë përgjigjen e pyetjes. Po sa po më the është i joti mor zotri. Po do të gjesh inxhinier, sa i lezetshëm inxhinieri. Inxhinier, je shumë i lezetshëm, megjithatë do të gjesh pyetjen e përgjigjes. Po, garantoj unë të qy. Unë kam me gjetë përgjigjen mor zotri. Jepi, shkrepe inxhinier. Atëherë, pa u vjedh në këtë vend ka ngel kompleksi Partizani. Një sekond, të kontrolloj pak përgjigjen. Po, pa dyshim. Përgjigje e gabuar, është vjedhur me kohë, është bërë pallat 8 kaç, 12 kaç, 25 kaç aty. Si ka mundësi mor zotri kur e pas kam vjedhte? Tash ç'të bësh? Kush e ka vjedh mor zotri? Është privatizuar, nuk është vjedhur, është privatizuar. Kush e ka privatizuar? Është privatizuar, po. Kush ka ba pallate aty? Po ç'të bësh tash? Po. Pa më thuaj. Kompleksi Dinamo? Kompleksi Dinamo është bërë kulla, pishina, palestra, jacuzzi, etj çetër masazhesh. E ka zgrapsë dhe këte? Me kohë. Qa bëhet shumë mor zotri? Po. Mor zotri. Hajde, Kromi jashtë qit. Kush? Kromi jashtë qit. Kromi është bërë po se po. E dira ma qaj ke bërë shqiptarve edhe dignitetin i ka vjedh mor zotri. Nuk ka lal gja pa vjedh a y. Qatë bësh. Nuk kam përgjigje tjetër. Nuk ke përgjigje. Të falenderoj inxhinier Sabriu që ishje prezent sot këtu me manen, me manushin, pra me mua. Dhe të t'jalëm linjën dikujt tjetër. Mendoni dhe ritelefononi vetëm këtu. Kush do të bëhet miliarder me manen, me fjalë me mua. Por përpara se të kalojmë tek pyetja e radhës, do të kalojmë një moment publicitet. Do të flasim pikërisht për firmën Oligark Construction, që ndërton me cilësi dhe shet me çmim shumë të lirë, vetëm me 550 euro metri katror. Ndjejmë publicitetin dhe rikthehemi me telefonatën e tjetër.